Pas një takimi të tensionuar me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, presidenti amerikan Donald Trump foli për gazetarët përpara se të largohej nga shtëpia e bardhë. Trump deklaroi se bisedimet me Zelensky nuk shkuan mirë nga këndvështrimi i tij dhe ironizoi liderin e Ukrainës duke i quajtur një i fortë i madh. Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara nuk synojnë zgjatjen e luftës. Ai akuzoi Zelenskyn se e teproi gjatë diskutimeve dhe përsëriti pretendimin se lideri i Ukrainës është në një pozicion të dobët në negociatat e mundshme për paqe. Trump u shpreh se Zelensky do të tregonte forcë nëse do të nënshkruante marrëveshjen e propozuar nga SBA për mineralet. Ai po kërkon të vazhdojë dhe të luftoj, ndërsa ne po kërkojmë t'i japim fund vdekjes, tha Trump. I pyetur se çfarë duhet të bëjë Zelensky për të rifilluar bisedimet, Trump tha se ai duhet të thotë, dua të bëj paqe. Më pas ai përsëriti kërcënimin e tij për tërheqjen e mbështetjes amerikane. Ose do t'i japim fund, ose do ta lëm atë të luftojë, tha Trump.